natën e mbrëmshme në televizionin Dugagjini, nëse nuk gabohem, në Kosovë, u mbajt një emision kushtuar karrierës së Shpatit, kushtuar jetës së Shpatit, kushtuar veprës së Shpatit, ku të ftuar ishin miq të cilët kanë patur një raport jashtëzakonisht të afërt me Shpatin, si Big Mama, Avni Qahili, Adelina Tahiri, etj etj. Ku do me thënë për herë të parë u bë edhe publike kënga për të cilën Big Mama fliste në për intervista ditën kur droi jetë Shpati, që kishin bërë një bashkëpunim të fundit, që kanë kënduar këngën me origjinë nga Tetova, Sej Zezo, një këngë e kënduar nga Elita 5, ku Big Mama dhe Shpati, ashtu siç janë ngjitur për herën e parë në skenën muzikore, u ngjitën edhe për herën e fundit para se Shpati do të ndahej nga kjo jetë. Big Mama brenda emisionit pati një reflektim kundërdrejt Adelina Ismailit, e cila në koncertin e saj jubilar që bëri kushtuar 40 vite të karrierës së saj, nuk mbajti një minutë heshtje për Shpat Kasapin, por reagime kemi patur nga motra e Adelinës, Ema Ismaili. Të ftuarit në këtë mes përfshirë Big Mamës, Adelina Tahirit, gazetarit Labit, shprehën kritika të hapura ndaj Adelina Ismailit. Arsyeja, sepse diva e mbajti koncertin e saj recital të 40 vjetorit pikërisht në ditën kur u dha lajmi tragjik për vdekjen e Shpatit, por nuk përmendi atë në asnjë moment gjatë mbrëmjes. Sipas kolegëve, duke marrë parasysh që ngjarja ndodhi po atë ditë, një dedikim apo një moment heshtje ishte i domosdoshëm. Megjithatë, në mbrojtje të saj doli tekstshkruesi i njohur Avni Qahili. Do me thënë, Avni Qahili doli në mbrojtje të Adelina Ismailit. Ai argumentoi se presioni një koncerti të tillë gjigant, stresi dhe agjenda e papërcaktuar deri në detaj e bën pothuajse të pamundur ndryshimin e skenarit apo menaxhimin emocional të një lajmi kaq të rënd në momentin kur ti je në skenë. Ky arsjetimi i Qahilit duket se ka prekur në shenjët e familja Ismaili. Motra e Adelinës, Ema Ismaili, ka reaguar menjëherë përmes një story ku ka postuar Avniun duke folur të shoqëruar me fjalën "i madh je Avni Qahili". Do me thënë, si duket, reagimi që ka bërë Avni Qahili dhe mbrojtja që i ka bërë Adelinës e ka bërë që menjëherë familja e Adelinës të reagojnë dhe ta mbështesin argumentin që Avni Qahili, artisti nderuar, dha për situatën që Adelina Ismaili nuk ka mbajtur një minutë heshtje për Shpat Kasapin, edhe pse përfshin aty edhe koncertin e madh të Inva Mulës. Do me thënë, Inva Mula ka qenë në një koncert në Shkup më datën 28 nëntor, por ajo foli për veprën dhe për artin që Shpat Kasapi la në këtë jetë. Siç duket, Adelina Ismaili nuk e ka ndërmend që të reagojë dhe të jep një mesazh, por gjithsesi miqtë të Shpatit e thanë mendimin e tyre.